Historia fillon me Adamin dhe Evën, të cilët e dëgjuan zërin e djallit në vend që të dëgjonin zërin e Perëndisë. Ata nuk u bindën dhe marrëdhënia e përsosur mes Perëndisë dhe njeriut u prish. Ata u bën njerëzit e parë që përjetuan mëkatin, edhe vdekjen që mëkati e shkakton. Ata munduan ta fshinin veten e tyre me gjethe të pemëve për ta mbuluar turpin e tyre, por Perëndia nuk ishte i kënaqur me mbulesa të tilla. Ai në vend të kësaj i mbuloi ata me rrobat të bëra nga lëkura e kafshëve. Perëndia vet bëri flimin e parë të një kafshë për ta mbuluar turpin e tyre. Adami dhe Eva kishin dy fëmijë, Kainin dhe Abelin. Kaini bëri një ofertë frutash Perëndisë nga fruta që ai kishte rritur, përderisa Abeli bëri ofertë flimin e një kafshë, një flim gjaku. Perëndia e pranoi flimin e Abelit, por jo të Kainit. Pse? Sepse mëkati kërkon vdekjen, na ndan nga Perëndia dhe duhet të paguhet në jetë. Me xhelozinë që kishte Kaini, ai vrau Abelin dhe kështu dërgoi një pjesë të madhe të njerëzimit drejt një rruge të errët. Qindra vite më vonë, gjërat ishin bërë aq keq sa që Perëndia tha që nuk kishte asnjë njeri në tokë që meriton të jetojë. Askush përveç Noeut dhe familjes së tij. Perëndia kërkoi nga Noeu të ndërtonte një anije të madhe dhe duke bërë kështu të përdikonte këtë mesazh. Gjykimi për mëkatin po vjen dhe ka vetëm një mënyrë për të shpëtuar dhe për të marrë mëshirën e Perëndisë. Arka. Ata e përqeshën dhe u tallën me Noeun, deri në momentin kur shiu erdhi nga qielli dhe ujërat shpërthyen nga thellësitë, përderisa njerëzit ishin të papërgatitur. Përmbyetja mbyti çdo njeri dhe kafsh, dhe bota u zhduk për shkak të mëkatit të saj. Vetëm Noeu, familja e tij dhe kafshët që Perëndia i kishte sjellur tek arka, shpëtuan. Pastaj erdhi Abrahami, ati i besimit. Perëndia kërkoi nga ai që të merrte birin e tij dhe ta flionte në një mal. Abrahami u trazua nga ky urdhërim, por ai u bind Perëndisë. Ai e vërtetoi besimin e tij me vepra dhe e mori birin e tij tek mali i Moriave. Por në atë moment, teksa Abrahami deshi ta flionte birin e tij, Perëndia e ndaloi dhe siguroi një kafsh për të marrë vendin e birit të tij. Kjo kafsh shpengoi, zëvendësoi e bleu sërish birin e tij, gjak për gjak, jetë për jetë. 400 vite kaluan dhe Perëndia e dërgoi Mojsiun që ta largonte popullin e Izraelit nga Egjipti. Faraoni, mbreti i Egjiptit, nuk e pëlqeu këtë gjë, dhe për këtë shkak Perëndia e dënoi me 10 fatkeqësi. Për ndëshkimin e fundit, Perëndia dërgoi engjëllin e vdekjes që të vriste të parlindurin e çdo shtëpie. Përveç të njerëzve që ishin urdhëruar të flionin një qengjë dhe të lyenin dyert e shtëpive të tyre me gjakun e tij. Nëse engjulli kishte për të parë gjakun, ai do ta dinte se fëmijët brenda asaj shtëpie janë shpenguar me anë të gjakut. Që të dy, hebrejn apo egjiptas, sklever apo të lirë, nëse ata do t'i bindeshin urdhërimit të Perëndisë, fëmijët e tyre do të mund të shpëtoheshin. Nëse jo, në atë natë ndodhi që ashtu si Mojsiu kishte profetizuar, një vajtim i madh u dëgjua në gjithë Egjiptin, në çdo shtëpi që kishte refuzuar mëshirën e Perëndisë nëpërmjet sakrificës. Më vonë Mojsiu i dha popullit librin e Torës, në të cilin Perëndia përshkroi një ritual për ta mbuluar mëkatin e njerëzve. Mëkatari solli një flim të një kafshë tek prifti, vendosi duart e tij mbi kokën e kafshës, që të simbolizonte se mëkati dhe turpi i tij u transferuan tek ajo kafshë. Pastaj kafsha u fliua, gjaku u derë, mëkati i njeriu të mbulua. Mbreti David dhe profetët ndoqën mësimet e Torës të dhëna nga Mojsiu. Por ata menduan me vete, a munden me të vërtet gjaku i kafshëve të mbulojë mëkatin e njeriut? Apo a janë këto shenja dhe simbole që të tregojnë diçka për të ardhmen? Davidi profetizoi për ardhjen e një personi, një mbreti, një mesie, një pasardhës i mbretit David, i cili do të sëndonte dhe mbretëronte me fuqi, por që do të ishte po ashtu një njeri për ulur me një zemër dhe mshurie. Ky mesia do të ishte i pamëkat, i përsosur pa tëmeta, i pafajshëm.
Ai do të vuante dhe të vdiste të bëj flijim I denjt. Ai do të bëj sakrifica e madhe. Jezusi u lind në një shtallë, sepse askush nuk kishte një vend për të. I lindur nga një e virgjër, I lindur plotësisht I pastërt. Një njeri mbretëror, por I varfër, pasardhës I mbretit David. Barin të varfër dhe dietar të pasur, erdhën nga lindja që ta nderonin fëmijën e lindur, dhe dëshmonin që ai me të vërtet ishte ai që duhej të vinte, Mesia, të cilin shkrimet e kishin premtuar. Jezusi predikoi dashurinë, të vërtetën, paqen për ulësinë. Ai ishte një zdrukthtar I përulur, por një filozof I shkëlqyer. Ai ofendoi hipokritët fetar, të cilët më shumë shqetësoheshin për ritualet sesa për të dashur Perëndin. Por Jezusin e deshën të varfrit, të përulurit, të penduarit dhe mëkatarit. Ai shëroi të shurdhërit, të deformuarit dhe demonizuarit. Ai po ashtu ngjalli njerëz të vdekur. Një njeri pas tre, një mësues endacak, një revolucionar I cili thirri njerëzit që e donin Perëndin, që ata të jetonin një jetë të plotë. Jezusi vetë thirri Perëndin atin e tij dhe I tregoi gjithë njerëzimit, I gjithfuqishmi ju do juve si një baba. Perëndia donte që të lidhej me njerëzit sikur të ishin fëmijët e tij, por kishte një problem. Ata ishin ende mëkatarë, ndërsa Perëndia është I shenjtë. Mëkati I njerëzit, duke filluar me Adamin, kishte ndarë njerëzit nga Perëndia I tyre, dhe Mesia e dinte se çfarë duhet të bënte që t'i sillte ata prapë tek Perëndia. Gjon Pakzori profetizoi për Jezusin duke thënë: "Shihni, qengji I Perëndisë që heq mëkatin e botës." Jezusi ishte Mesia, I zgjedhur që të bëjë sakrifica e madhe. Duke mos mëkatuar kurrë, ai ishte I shenjtë, I pastërt, I përsosur dhe I denjtë. I pafajshmi për fajtorën, I shenjti në shkëmbim për mëkatarët. Ai e bëri këtë gjë për atin e tij, të paguante çmimin për mëkatin e njerëzimit, të çlironte ata nga skllavëria e mëkatit, dhe t'i kthente atyre atë që Adami kishte humbur, marrëdhënien e përkryer me Perëndin. Jezusi vdiq në kryq, jo për shkak të hebrejve apo romakëve, por për shkak të dorës së Perëndisë, atit të tij. Perëndia sakrifikoi Jezusin që të përmbushej atë që ishte shkruar nga profetët, që ai të bëhej qengji I Perëndisë, I cili merr mëkatin e botës, mëkatin tim dhe tëndin. Por ai nuk mbaroi me kaq. Pas 3 ditësh Perëndia e ngriti Jezusin, Mesin, nga të vdekurit si një premtim ndaj atyre që besuan në të, që edhe ata të ngriten në jetë të përjetshme. Pas kësaj, Jezusi premtoi dishepujve të vet që do të kthehej përsëri, por kësaj radhe si gjykatës dhe mbret. Mesia është dhurata e Perëndisë për njerëzimin, që ata të mos vdesin në mëkatin e tyre dhe të ndahen përjetësisht nga Perëndia, por duke pranuar sakrificën e Jezusit, ata do të mund t'i kthehen marrëdhënies së përkryer me Perëndin. Por si çdo dhuratë tjetër në jetë, ajo nuk bëhet e jotja deri kur ta marrësh.